Marin Barleti. Marin Barleti është një nga figurat më të rëndësishme të historiografisë dhe letërsisë humaniste shqiptare. Ai lindi në Shkodër rreth viteve 1450 dhe ishte dëshmitar i rrethimeve osmane të qytetit. Pas kushtimit të Shkodrës, Barleti u vendos në Itali, ku zhvilloi veprimtarinë e tij si humanist dhe historian. Shekulli 15 ishte një periudhë të trazuar për Trojën shqiptare. Luftrat e vazhdueshme kundër perandorisë osmane të udhëhequra nga heroi kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut kishin bërë jehanën në të gjithë Evropën. Pas vdekjes së Skënderbeut dhe rënies së rezistencës shqiptare, u ndje nevoja për të dokumentuar jetën dhe veprën e tij. Në këtë kontekst lindi vepra madhore e Barletit. Historia e Skënderbeut. Historia e jetës dhe e bëmave të Skënderbeut, princit të Epirotëve. Vepra u botua në fillim të shekullit 16 dhe u përhap shpejt në Evropë. Përmbajtja dhe struktura. Libri përshkruan përjardhjen dhe rininë e Skënderbeut, marrjen peng dhe shërbimin në oborrin osman, kthimin në ade dhe ngritjen e flamurit në Kruje, betejën kundër ushtrive osmane, marrëdhëniet diplomatike me shtetet evropiane, vdekjen dhe trashëgiminë e tij historike. Barleti e paraqet në Skënderbeun si një udhëheqës trim, strateg të jashtëzakonshëm dhe mbrojtës të krishterimit në Evropë.